Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Në kuadër të samitit procesit bashkëpunimit të Europës Juglindore, presidentja e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, takohet me zëvendës presidenten bullgare Iljana Jutova. Njoftimi zyrtar thuhet se takimi është vazhdim i natyrshëm i komunikimit të mëparshëm në Yerevan, duke synuar çështje thelbësore në marrëdhëniet midis dy vendeve. Nuk ka problem të pasgjithshëm, tha Siljanovska-Davkova, duke theksuar se Chelsea për kapërcimin e dallimeve qëndron në komunikimin, bashkëpunimin dhe pjesëmarrjen e përbashkët në projekte me interes të ndërsjellë. Rëndësia e korridorit të tetë si një lidhje etike midis rajoneve të Adriatikut dhe Detit të Zi ishte një nga çështjet kryesore të takimit në Sofi ndërmjet ministrit të punëve të jashtme të Shqipërisë, Ferit Hoxha, me homologen bullgare Belislava Petrova. Në kuadër të mbylljes së presidencës së Bullgarisë në procesin e bashkëpunimit në Europën Juglindore për periudhën 2025-2026, kryediplomati i Shqipërisë ndodhet për një vizitë zyrtare në Bullgari, kur i konfirmoi partneritetin e fortë midis dy vendeve dhe zgjerimin e bashkëpunimit në sektor kyç si energjia, infrastruktura dhe ndërlidhja strategjike. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dënoi interesimin e zëdhënësit të Ministrisë së Punëve të Jashtme iraniane, Esmail Bakai, mbi protestat që po zhvillohen në Tiranë. Përmes rrjeteve sociale, kreu i qeverisë shqiptare shkruan se kjo është prova se qeveria e Ajatollave të Teheranit i bashkohet zyrtarisht protestës, madje edhe me parullat në shqip, njësoj si ata që e kthyen nga protestë mjedisore në protestë për rrëzimin e qeverisë. Edi Rama deklaron se Shqipëria është shumë e vogël për të rënë në këtë kurth të madh, nga ku rrezikojmë të kthehemi me këmbët tona në pikën që të mos afrohet më asnjë investitor i huaj, ndërsa turizmi të mbetet shumë pas krahasimisht me konkurrentët tanë, duke na dënuar në qëndrimin në kategorinë e dytë për kush e di sa vjet të tjera. Rikthehen përplasjet mes SHBAZ dhe Iranit. Forca e Komandos Qendrore Amerikane nisi një valë sulmesh kundër Iranit, duke ndikur udhëzimet e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Sipas mediave, sulmet amerikane synuan baza detare iraniane të Sirik dhe Yasak, si dhe bateritë raketore bregdetare në Minab dhe Qeshm. Reagimi erdhi pasi Garda Revolucionare e Iranit goditi një helikopter Black Hawk të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Irani lëshoi të paktën 4 raketa balistike dhe dronë në bazat amerikane në Bahrein, Kuwait dhe Jordani, në përgjigje të rifillimit të sulmeve amerikane. Agjencia e lajmeve MER e Iranit raportoi se trupat e Gardës Revolucionare Islamike sulmuan bazën aerore në Jordani me raketa me rreze të gjatë veprimi, duke goditur 4 objektiva kyçe, përfshirë hangarat e avionëve luftarak F-35 dhe një qendër kontrolli. Ndërkohë, një zëdhënës i komandës të forcave të armatosura të Jordanisë i tha agjencisë së lajmeve Petra se mbrojtja aerore rrëzoi 5 raketë të lëshuara nga Irani gjatë natës dhe se nuk pati viktima. Edhe ushtria kuvaitiane konfirmoi se mbrojtja aerore e vendit goditi objektiva aerore armiqësore. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.